kjo shifra. Pa, kompensimi parë do ishte financiar. Çfarë ka ndodhur? Vlerësimi. Me vendime qeverie, është ndryshuar kompensimi si prioritar. Nga financiari me kthyer përsëri ke kompensimi fizik që në fundit e kishte parashikuar ligjin 9235 i 2004. Jo pashme. Shteti shqiptar e deklaroi si rinovim faktin që do të kishim tashmë jo një kthim metra shkatror tek pronarët, po do kishim një kthim financiar tek pronarët. Jemi, kur ka mbaruar afati ligjor i 133-shit, dhe jemi në këtë situatë paradoksale. Mbas 30 vjetësh, mbas 32 vjetësh, nga kompensimi i pronarëve, nga ajo faturë që ka dalë sot 116 miliard, janë shpërndarë vetëm 10 miliard. Dhe shteti ka bërë një ndryshim të metodologjisë dhe ka thënë që prioritar do kthehemi përsëri ke kompensimi fizik. E mbulon kjo iniciativë kërkesat që kanë ish pronarë, zoti Vorpsi? Atëherë, unë ju thash pak më parë, ato kërkesa të cilët kishin një vendimar, pronarëve shqiptarë të cilët kishin një vendimarrje. Atëherë, të kthehemi edhe një herë. Kemi kërkesa të pronarëve shqiptarë të pa trajtuar akoma, që sipas ligjit 133 duhet të ishin vlerësuar të gjitha këto, të kishin pra një vendimarrje të agjencisë, për këto kanë qenë rreth 10.000 e sa kërkesa aplikimet të pronarëve shqiptarë, plot 4.185 hektar tokë truall dhe rreth 162.000 hektar tokë bujqësore, pylle dhe kullot. Të gjitha këto sipërfaqe, që të jemi realist sot që flasim, ti e kupton fare me një këndvështrim të përgjithshëm që nuk ka ku gjendën për të kthyer. Të po them pra, ka sot tokë se më duhet dhe mua kjo informacion për t'ju përgjigjur dhe qytetarëve në mëngjes dhe t'ja u themi edhe tani. Të gjitha, pra, teorikisht, nëse do të vlerësohen nga Agjencia e Trajtimit Pronave, e cilat me ndryshimin e ligjit u detyrua përsëri që t'i përfundon dhe këto trajtim të këtyre në vitin 2028, me gjithë se fjetën 5 vjetë, me atë që parashikon dhe 133, që në qofë se nuk do bëhet vlerësimi brenda vitit 2019, pronarët do t'i merrnin dosje dhe t'kalonin në gjykata. E mbajtën plot 5 vjetë të pandryshuar ligjin. Mbas 5 vjetësh u kujtuan dhe bën një modifikim. Ja shtyrën detyrimin agjencisë trajtimit pronave për të mbylljen e procesit kthimit dhe kompensimit pronave deri në 2028.